Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtu në kanalin ton të dashur Monitor TV për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Do të flasim rreth një historie të bukur dashurie që unë e di që ju e prisni me shumë emocion, unë e di që ju e prisni me shumë mall, dhe unë e di që ju prisni që unë të sjell lajmet më të fundit, dinamikat më të fundit dhe ngjarjet më të fundit që kanë të bëjnë nga kjo storie e bukur dashurie, nga kjo histori e bukur dashurie dhe nga kjo gjë që ne po na dhuron emocion të papar. Do të flas fillimisht për Selinën dhe për Gimbon. Selina dhe Gimbo në fakt kanë një marrëdhënie të bukur të dy së bashku, po e ndërtojnë marrëdhënien e tyre dhe nuk po tolerojnë që marrëdhënia e tyre të shkatërrohet për gjëra hiçi, të shkatërrohet për gjëra koti, të shkatërrohet për gjëra, domethënë pa bazë. I bukur është fakti ku Selina dhe Gimbo po mundohen që ta shijojnë dashurinë e tyre. Tani kam patur shumë pyetje duke më pyetur o Tirona, mendon ti që Selina dhe Gimbo janë çift afatgjatë dhe janë real? Unë e kam thënë këtë gjë që kur ishin në Big Brother. Selina dhe Gimbo ishin tipa të njëjtë, do me thënë Selina nuk mbani nate, nuk mban mëri, nuk është natyrë e ftohtë, Gimbo është natyrë pozitive, është natyrë me energji të mirë, është njëri me pozitivitet, do me thënë nuk ka inate, nuk ka mlefe, janë pothuajse, jo pothuajse, po janë të ngjajshëm shumë me njëri tjetrin dhe kanë po të njëjtin karakter, do me thënë janë të lindur për njëri tjetrin dhe zakonisht këto që janë kaq të afërt me njëri tjetrin, këto që janë kaq të bekuar me njëri tjetrin, janë njerëz të cilët dinë të dhurojnë emocion, janë njerëz të cilët dinë të dhurojnë dashuri dhe janë njerëz të cilët dinë të dhurojnë pozitivitet. Dhe në këtë rast, unë shoh një Gimbo dhe një Selin, të cilët janë duke e koordinuar shumë bukur marrëdhënien e tyre, që ndjekin bukur edhe pjesën profesionale, por ndjekin bukur edhe pjesën e tyre private. Do me thënë, ka dashuri, ka emocion, ka vërtetësi në marrëdhënien e tyre, ka ekzistencë, që unë i preferoj të gjitha ato lidhje që kanë ekzistencë dhe në këtë rast unë shoh një marrëdhënie shumë të bukur, dashurie me Selinës dhe me Gimbos. A do të vazhdoj kjo gjëja edhe për te, edhe më vonë? Patjetër që po, sepse unë e shoh që dashuria tek çifti sa vjen edhe rritet, dashuria tek çifti sa vjen edhe bëhet më e bukur dhe i dhurojnë emocione të vërteta njëri tjetrit, i dhurojnë dashuri të vërtet njëri tjetrit duke e bërë edhe më të veçantë marrëdhënien e tyre.